Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut me hadithet e librit Riyadhus Salihin dhe kemi arritur te kapitulli i pendimit. Kemi marrë disa hadithe që flasin për disa rregulla të rëndësishme dhe udhëzime për pendimin dhe autori vazhdon me përmendjen e haditheve të Muhamedit alayhi salatu wasallam lidhur me këtë çështje shumë të rëndësishme dhe shumë begati e madhe për neve që Allahu Azza wa Jalla e ka hapur derën e pendimit për robët e tij. Hadithet e radhës flasin për vlerën e madhe të pendimit dhe dobinë që robi e arrin nëse pendohet tek Allahu i mënduar. Kemi thënë të ndërruar vëllezër se kthimi i njeriu tek Zoti i tij nuk i sjell kurrë përfitime Allahut mënduar. Do të thotë Allahut nuk i duhet askush. Megjithatë Allahu xhalla wala i jep mundësi njerëzve që të kthehen e të pendohen e të përmirësohen. Pendimi i duhet njeriu për shkak se e shkarkon nga barra e përgjegjësisë ditën e gjykimit, i lehtëson rrugtimin deri tek Allahu te barekuhu teala dhe i mundson që të shpëton nga dënimi i Allahut dhe të fiton shpëlime të mëdha në xhenet. Prandaj, sikur të mos ishte asnjë vlerë e pendimit, përveç se mundësisë me u pajtu me Zotin do të mjaftonte vlerë. E lëre më sa ka hadithe që inkurajojnë dhe nxitin besimtarin për pendim. Hadithi i radhës është një hadith shumë interesant, është shumë i çuditshëm, po është i saktë, i vërtetë, kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Autori ka përmend dy hadithe radhës që e kanë të njëjtin kuptim. Njëri është pak më i shkurtër, e tjetri është më i detajzuar. Mirë po e japin kuptimin e njëjtë. Andaj unë po lexoj ato që është më i gjatë, për shkak se përfshin edhe këtë që është më i shkurtër. E përmend hadithin e Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, i cili ka përmend se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu jalla jalaluhu i gëzohet pendimit të robit e tij kur ai pendohet, kur ai kthehet tek Zoti i tij, sikur që dikush prej juve mund të jetë në i hipur në kafshën e tij, në atë kohë ka qenë mjeti transportit kafsha, deveja, në një vend të braktisur, po në shkëtin, një njeri i hipur në deve edhe duke ecë në shkëtir në braktisur, s'ka as njerëz dhe as një element që njeriu mund të mbijeton me te. Thot dhe duke qenë ai kështu, në anët pushon dikun, dhe deveja ti largohet prej tij. E në deve e ka ushqimin dhe e ka pijen. E kërkon këtë deve, po nuk e gjen. Shpërndon një njeri i vetmuar shkëtin. Devën që e ka me veti, ose mund të jetë kali dikun, që përndon njëri me venin ku është, për ka sjellë pejgamberi shembullin e një kafe që është e përdorur në kohën e tij dhe në vendin e tij. Dhe mbi atë deve, domthon ushqimi i tij dhe pija e tij dhe gjitha ato që i duhen për udhëtim. Është nën në një vend dhe devja është largu, ka ik. E kërkon nuk e gjen. Domthon as nuk e ka tash mjetin me çka udhëton, as nuk e ka ushqimin, as nuk e ka pijen. E kërkon nuk e gjen. Derisa thot pejgamberi fa aysa minha. Derisa domthon dorëzohet nga se nëse nuk ka mundësi me e gjetë. Shkon tek një
dru që është në atë vend kush ndalë dhe shtrihet. Pse shtrihet? Shtrihet me dek, se dhe se me ecë nuk është e mundshme. Do onë dorëzohet tërësisht, veç me dek, se mu s'ka zgjidhja. Shtrihet në atë hijen e atij druni, i dëshpëruar se ka mundësi me gjetë devën, duke pritur dekjen, duke qëndruar kështu, e zë klapa. Pastaj kur t'i hap syt, e sheh devën afër vetes së tij, është kthy devi atë. Thot pejgamberi alayhis salam e kap për, domethënë, frejtë e saj, kap devën dhe nga gëzimi i madh që e ka përshu, që gëzimi i madh është kthy shpresa, është kthy jeta. Nga gëzimi i madh thot: o Zot, ti je robi jam e unë jam Zoti yt. Thot pejgamberi sa ka gabu nga gëzimi i madh. Para të ndërvozur, pejgamberi sa u asil shokëve të tij një shembull se sa bën mirë në njëri kur kthehet tek Zoti vet. Pejgamberi ka pas zakon të ndërvozur me sill shembull tillë, që njerëzit mi kuptojnë gjërat më mirë, i kuptojnë gjërat më afër, më prekshëm. Tash më thonë që Allah gëzohet, njerëzit se kuptojnë çka i bën gëzohet. Allahu xhallahu ala gëzohet, Allahu xhallahu ala kënaqet në formën, në mënyrën që i takon Allahu te barekutaala. Mirë, për kjo me kuptu të mos se ka të bëjë me një vepër të mirë, ka të bëjë me diçka shumë të mirë që bën robi. Dhe për me sill shembullin, se Allahu të ka shembullin më i lartë. Kjo është me parafru tek njëri kuptimin, se jo që çështë të Zoti është. Allahu e din çështë është Allahu. Mirë, po tek njerëzit çështë i zunjerit të ndozën. Për në përshamë me midis shkretine ku nuk ka ujë, nuk ka pushqim, kur gjë s'ka. Dhe normal, me jetës në kom e pa mundshme është, që të e ka devën me udhëtu gjatë. Dhe ajo i ka ikë. Ku është shpresa për jetë? Ku është shpresa për shpëtim? S'ka. Nuk ka absolutisht. Andaj, shkan të një drua dhe ullët, i zhgënjur, i dëshpruar, i thyër, për atë që ka ndodhë, ullët, dhe për atë që ka për ndodhë me te. Për atë vdekjen, për atë, për shambull, në agresiv me hongër, shëtin, gjithë shka për atë. Ama veç devën se për atë. Sa e thot ka shku mu, ku këthejt e. Dhe në atë dlodhje, në atë mërzit, onë normal, klapitet, dhe kur i hapë syt, e shet devën. Qëfar gëzimi është kjo për të nëzëm? Pa në qëfar gëzimi madhë është kjo? Ama se ju ka këthy jeta, ju ka këthy shpresa, ju ka këthy mundësia, ju ka këthy pasuria, është pa dyshim gëzim shumë i madhë. E këtë shembull e ka thënë pejgamberi për ta parafruar në mendjet tona kuptimin e drejtë vlerës së pendimit. Allahut nuk i duhet njëri më ju kthy. Apo, sigurisht se njeriu që është dash devja më ju kthy. Allahut nuk i duhet. Allahu xhallahu ala nuk mbetet mungu, nuk mbetet keq nëse robi ik prej tina. Absolutisht. Nëse robi largohet nga Allahu xhallahu ala, çka merr prej Zotit? Kurgjë. Çka mund të marrë ti Allahut që e lë Zotin keq? E dush më këthymi a këthy, kur gjë? Absolutisht, a i të konë për cilje, a të konë kujdes. Ku të shkojsh, Allah din ku je. Ku të shkojsh, Allah prapë kujdeset për ty. Nuk është absolutisht çështje e ndëlet, do onë që njerët i ka ik devja edhe robit i ka ik, njerët i ka ik devja edhe Allahut i ka ik robi, e tash, njeri ka në oj. E për kjo shambull, e cëtin aspektit e këti shembull që mund me marrë të në lëzën? Njërë është në udhëtim, është e vërtet, nëjna në udhëtim, a i në udhëtarna. Dhe në udhëtimin ton, shpëtim për neve. Shpëtim për neve është, dhe më thonë, lidhe me Allahun Azza wa Jall. Shpëtim për neve është që t'jemi në mbrojtjen e Allahut te barekutaala. Për ndryshe, në hajnë e gërësia dhe dunjas, shejtani, ju është shumë ta, haramet, njerëz të këqij, na mashtrojnë në ladhitin. Nëse Allahu xhallahu s'na mbron apo. Nëse Allahu nuk na kap, sigurisht ky që ka kap për domthon
litarën e saj. Se Allah nuk të kap, nuk të man, nuk dihet ku njëri përfundon, në çfarë lugine shkatërrohet, e në çfarë fushë njeriu do të devijon. Nuk dihet. Andaj Allahu xhalla xhelalu e mban rrugën e tij. Po çysh të mban robi, çysh të mban Allahu xhalla wala? Nëse ti kapësh për litarën e tij, nëse ti kapësh për udhëzimin e tij. Çështja e dytë të ndërrozë që ka të bëjë me gëzimin, se pse Allahu gëzohet, për shkak se robi përfiton nga mbrojtja e Allahut azh. Allah gëzohet kur një rob shpëton nga kthetet e armikut të tij, shejtanit. Tjetër të ndërrozë është se Allahu xhalla wala ka kriju mirësi, begati, që me to dënë me enderu robin. Mirë po robi njëri, si pasojë e mëkateve, largimit nga udha e Zotit xhalla wala, e privon vetën e tij nga këto mirësi. E privon. Allahu për të e ka kriju, ose ati Allahu ja ka hap këtë derë. Mi me kuj që ka ban, jam shirë vetë i këtë derë. E Allahu dënë ma i qelë. Mi po robi e kam shirë vetë. Kur qelit kjo derë, dhe mundësot që të vinë mirësit Allahu të kërobi, mundësot të vinë begatia, Allahu gëzot, për robi gëzot, që e qeli derën e tash të vinë mirësit Allahu të gjenë. Apo shenë sartë Allahu u gjenë le ora bujarë. Shiko sartë Allah i më shirë shumë ato. Te kem shil derën, ja kem shil vetit, dhe më honë, ose njeri për njerëzve, e kam shil derën e kujdesit, e kam shil derën e mshires, e kam shil derën e begatis, e kam shil derën e mirësive të shumëta, e kam shil derën e bujaris, këtë për kam shil. Kush dëmtot, qaj që kam shil? Dhe kur këto begati nuk vinë të kërobi, po të shumë që Allahu xhallahu ala nuk është i kënaqur. E kurubi ja qel vetës një me të pendim derën e këtyre begative, Allahu kënaqet dhe gëzohet për shkak se tash, realisht, robi që Allahu e ka nderu si krijes, edhe ja ka qel dyrt, pra po përfiton nga mirësia Allahu te bareku teala. Andaj gëzohet. E kjo është argumente ndërlozër se mëkatet e privojnë njeriu nga ushqimi i duhur. Jo nga ushqimi i barkut, po nga ushqimi i duhur i mendjes, nga ushqimi i duhur i zemrës. E nëse njeriu bën mëkate, domthonë gjithmonë shpirti mbetet i uritur. Gjithmonë mendja mbetet e varfënuar. Gjithmonë mbetet zemra e dobësuar dhe e zbrazur. E këtu pjesë të rëndësishme që njeriu në rresht e bën njeri dhe e mundson funksionimin e duhur të tij, nuk ka mundësi me funksionon si duhet nëse njeriu vazhdon në mëkate. Ndërsa pendimi kthimi tek Allahu xhalla xhelalu realisht mundëson rikthimin e funksionimit të këtyre begative në mënyrë dur. Prandaj Allahu xhallahu ala gëzohet edhe kënaqet me kthimin e robit tek Allahu te bareku teala. Andaj ky hadith, domosdoshmë, sikur e pranon fillim, tregon rëndësinë e madhe, por edhe vlerën e madhe të pendimit. Të vlerën e madhe të pendimit. Nga njëra anë, domosdoshmë tregon se nëse njeriu pendohet, sa mirësi i kthehen, sa dyri qelen, dhe e dyta, domthon, çfarë realisht ndryshimi ndodh në jetën e tij kur ai pendohet. Ndryshimi më i madh që ndodh është se nga një rob që Allahu është hidhruar mbi të, nga një rob që është larg Allahut, tash bëhet një rob që me të Allah i kënaqur dhe afër Allahut. A është ndryshim i vogël apo i madh? Shumë i madh. Wallahi ndryshim shumë i madh. Kthehen jetën e kësaj dhunjaje. Një njëri për shembull që mund të ketë, Zot na rujt, mos pajtim konflikt me prindin e tij. Edhe jeton larg, s'kan komunikim, nuk rrin fare, ai punë të veta, prindi normal i vetmuar. Edhe në çysh është jeta atij fëmijë ato. Gjithmonë ka zbrasti, patjetër, gjithmonë ka atë ndërgjegjen, gjithmonë domon të lënduar për çka ka dhënë, por vazhdon jetën. Dikur vendos mu këthu jopë. Kur pajtohen e afrohen, ndryshimi që ndodh në jetë, që tash ka komunikim me babën, që tash ka komunikim me një krijesë të rëndësishme në tij. A është ky ndryshim i madh në jetë, apo është domosdoshmë sikurse me taku një njeri të panjohur në tren e më njoftu me të? Jo, dallon apo? Dallon.
dita kur ka ndodhur pajtimi për ta është ditë e veçantë, ditë e shënuar në kalendarin e jetës së tij. Për dallim nga për shembull ndonjë takim i rastësishëm që ka pas mundësi me pas me dikon për njërë që realisht se ka njoft, është taku, u kry ecën tutje. Ndaj, dita e kthimit tek Allah është dita më e madhe në jetë. Nga se është dita e lindjes së reale të njerit apo. Njeriu realisht larg Allahut është i vdekur ose i plagosur. Që realisht vështirësohet rrugtimi i tij. Vështirësohet eca ti. Si njëri për shembull të vëllazër, nëse u plagos gjatë rrugtimit, është lënduar rënd. Sa e ka të vështirë me vazhdu rrugën? Shumë vështirë. Madje ka mundësi që gjatë rrugës dikon edhe veç përfundon me fatalitet, me vdekje. Kjo reale, po ala lëndim më i keq është të gjatë rrugtimit për tek Allahu xhallahu ala me lëndu, me plagos zemrën e shpirtin me mëkate dhe mos me kërku shërimin që me vazhdu letë rrugtimin. E kur një rab shërohet, e forcohet, e ecë drejt ka Allahu xhallahu ala i forcuar, i shëndosh, i mbrojtur, përfitues nga begatit e Allahu te barekuhu teala, i afërt me Allahu xhallahu ala, qysh nuk e dën Allahu xhallahu ala këtë rob? Qysh nuk gëzohet Allahu me këtë dëshim të gjendjes së robit, që robi realisht është kthy në binart e duhur, është kthy në orientimin e duhur. Gjitha këtu procese, gjitha këtu përfitime ndodhin kur robi vendos me i braktis mëkatet, kur robi vendos me kujt tek Allahu azza wa jall. Edhe kemi thënë të ndërmozëm se kthimi tek Allahu xhallahu ala nuk është vetëm i ndëlidhur me braktisjen e mëkateve të caktuara. Është kjo, po nuk është vetëm. Prandaj ky hadith dhe këtu veçori dhe këtu vlera nuk janë vetëm për mëkatarë të mëdhaj, për njerëz që janë xhamis ose njerëz që janë për punë këqija, për shembull. Po është për neve ky hadith. Nga se pendimin e kupton edhe përmirësimin e adurimeve. Për shembull, nëse një rob e ka fal namazin, mirë, po nuk ka qenë shumë i kujdesshëm për namazin. Për shembull, nuk ka qenë shumë i kujdesshëm për namazin me xhamat. Ka qenë shumë i kujdesshëm për shembull për cilësinë e namazit, për ritimin e namazit. Pse e ka fal në nguti, në nxitim do tash pendohet. Namazi është me rëndësi, është vepër e madhe, duhet më kujdes për namaz, duhet fal namazin që duhet. Dhe kthehet tek Allahu me namaz të përmirësuar. Kthehet tek Allahu xhallahu ala me një kujdes veçantë në namazit. A është ky pendim? Padyshim se po, është pendim i madh. Ose për shkak njëri ka pas begati në jetën e kësaj dhunjaje, por si ka vlerësuar sa duhet. I ka mundsuar Allah me pas një begati, një mirësi, një mundësi, po se ka vlerësuar sa duhet. Dhe kështu ja kam shël vetes një derë të madhe për me fitu, me u përmirësu, me mësu, me angazhu në forma ndryshme. E tash e hap këtë derë. Allah më ka begatu, çfarë mirësi Allah më ka dhënë. Pendohet tek Allahu në vlerësimin e begatisë, në shfrytëzimin e duhur të begatisë. Edhe kjo është pendim, edhe kjo është që bën pjesë në hadith që i gëzohet Allahu te barekuhu. E sa begati kemi të vëllezër në dunja, që realisht nuk ja dim vlerën. Veçanërisht ato begati që kemi me to kontakt, kontakt të lehtë edhe të shpeshtë. Çdo begati që ta mundson Allahu lehtë me e pas, edhe shpesh me e pas, zakonisht robi fillon me dobësu vlerësimin atë. Vlerësimin fillon me dobësu normal. Për shembull të vëllezër, uji është begati e madhe. Shumë, po na lehtë e marrim dhe shpesh e përdorim, ne kur marr abdes të merr asmet se ki për begatin që të e përdor atë. Kur e pi për shembull, nuk e vlerëson sa begati e madhe është. Sikur të ishte vështirë me marr, me shku larg, e me bajt, ose me prit me orë të tëra, me të ardh, ose me pas asje kufizume në përdorim, a ja din vlerën? Po shumë atë për ja din vlerën se që ja din kur është i lehtë, i arritshëm edhe shpesh i përdorur. Uji të rrezën e ka të njëjtën vlerë, si let me arrit taj si vështirë.
Njëjtë është, kur zbot ujë më i mirë se është vështirë me arrit. Njëjtë është. E pse i rrit vlera? Për shkak se më nxipë fitojmë. Domethënë po duhet me të privu, po duhet me të anal në herë me marrë vesh. E po pse kështu? Ndaj kujtimi i begative të vazhdueshëm të ndërlozur është nga mirësitë e Allahut ndaj robit. Ndaj na këtë kena nevojë me shiku begati që Allah na ka. Edhe në kuptim të, për shembull, dunjos, edhe të ahiretit, edhe çka do kuft. Ka të nuk ja di vlerën njëri tjetrit, andaj edhe nuk e vlerësojmë. Nuk kena për shembull falim ndaj Allahu xhallahu ala për ndonjë afërsi që Allah na ka mësuar me një ditë. Begati është me pas afër një tjetër. Begati është me pas rahatin familje, begati është me pas rahatin xhamat, begati është. Po një nuk e vlerësojnë sa duhet. Kur nuk e vlerësojnë, domthon kalon në rutinë, kalon në normale. Kalon diçka e zakonshme. Nëse realisht nuk ka kështu. Nuk ka kështu. Nëse të ndërozër begatia me artë të ti është proces, apo me arë i begatit të ti, ta për shembull, frima që po e merr ti. Është çështë e thjeshtë, që ka sa letë po marrën frimë. Mirësi Allahu xhallahu ala. Allah na ka mundsu. Sa letë e thithë më këgjeni, sa letë, edhe ka me bollok, edhe skip të lashe, edhe të vjen pa e lipa, letë është. Mirë, po një frimarje të ti me ndodhë, është proces. Çfarë procesi? Duhet Allah me dhon leje. Tani Allahu me e kriju. Tani Allahu me të furnizu. Tani marrë me leku me të apru. Apo, tani proces, apo. Nëse kejtë të procesi shumë letë i kalon, apo. Andë aji i vëmendë shumë për këtë mirësi, këtë kujdes Allahu xhallahu ala. Mos ose për tjerat për shkakun që kemi nga begatit. Prandaj të ndërlozur edhe kur robi e braktis rrugën e keqe, ndjekën e shejtanit, Allahu xhallahu ala gëzohet. Po edhe kur robi e vlerëson kujdesin e Allahut te barekuhu teala ndaj tij dhe pendohet për neglizhencën dhe pendohet për, domethënë, mos vërejtje begative, tash fillon begatit me i vërejt më mirë, më ndryshe, me vlerësu Allahu xhallahu ala për kujdesin shumë më tepër. Edhe kjo është pjesë e këtij pendimi që Allahu xhallahu ala gëzohet për kthimin e robit tek Allahu te barekuhu teala. Edhe kjo është pjesë që kanë nevojë, pjesë e adhurimeve. Deri dje ai ka bëu dhikr, subhanallahu, ka thonë, mirë po s'ka qenë prezencë, s'ka qenë vëmendje që duhet. Edhe nin për shembull në xhami ose për një shoku musliman për dikujt, nin për shembull se çfarë vlerë ka fjala subhanallahu. Çfarë vlerë ka? Ka vlerë të madhe, ka vlerë të madhe. Nëse pejgamberi më ka përmendur se fjala subhanallahu e rëndon peshorën ato. Do në me artë tek Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit me subhanallah, ama me thënje shumë rëndohet peshorja. Ndërsa rëndimi i peshorës është përcaktuar si shpëtimi tonë apo. Elhamdulillah, edhe subhanallah ka thënë e mbushin çka ka mes qiellit dhe tokës. Me çfarë mbushin? Me sevap. Po sa është hapësira mes qiellit dhe tokës, me thon subhanallah ve elhamdulillah. Sa? Mirë, po gjithë njerëzit janë nga flet në uti apo. Andosh çështë pas ka mundësi me këtu një sevap, Allahu na falt, sa na ka ikë sevap apo. Pendosh, andaj pendosh tek Allahu xhallahu për mos shfrytëzimin e mundësive për fitu tek Allahu xhallahu ala. Edhe këtij kthimi, edhe këtij vëdësimi me pendim të sinqert tek Allahu xhallahu ala, për vëdësim tash ndryshe dhe vëmendje më të këndellur, Allahu i gëzohet. Andaj nga ky aspekt të gjithë na kemi për të penduar. Të gjithë na kemi çka me përmirësu vetën, të gjithë na kemi çka me ndryshuar në jetën tonë. Dhe me përfitu nga ky hadith madhësor që e ka pranuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, se si i gëzohet Allahu xhallahu ala kthimit të robëve tek Allahu te barekuhu teala. Hadithi i radhës ka përmend autori është hadithi e Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Muhammed sallallahu ka thënë, Allahu e zgjat dorën e tij natën që të pendohet mëkatari i ditës. Allahu e zgjat dorën e tij ditën
që të pendohet mëkatari i natës dhe vazhdon kështu derisa të lind dielli nga perëndimi. E transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Edhe ky hadith tregon për vlerën e madhe të pendimit, për mundësinë e madhe që Allahu ofron robëve, për kujdesin e Allahut për robët e tij. Nëse njëri bën mëkat, të vëllezër, ose nuk e vlerëson begati, ose nuk kërkon mundësi, sikur të thënë për shembull. Kush e ka bo, kush e ka largu dorën, kush e ka largu mitësin, kush? Robi. Mirë, e pësa Allah s'go dorën? Ti e ke prish, ti dushën pajtut, apo është, qështë e dëzikshme? Për shamu të nëzër, jashtë taksoj, njëtë në përdeshme. Ti ke pas me dikën raport mirë. Edhe, ti e din që ti ke bo keq. Ti e din. Ti e din që ti e kuna i fejtori. I ke fjallë të këqia, e ke dëmtun diqka të saktuar, dhe si pasoj e kësaj, janë prish raportet. Tash, për mu u rikëthy raportet, kush duhet me qumë sit të tjetëri? Kush duhet me qumë? Aj që do në s'ka bo kur gjë, apo kuj që ka bo me qumë, thot, a pajtohë me Allah. Dhe që i këshu i bjenë që kuj që ka bo keq. Apo? Andë ne i të është më të Allah në gjellë ora Allah. Ne ebë një mundësi në ebë. Nërsa, kjo është e kundër ta. Allahu po, ata që pëndo, ata që bëjnë mëkat natën, Allahu asgjatë dorën. Në formën që Allahu e të kanë, në kuptim të afrimin të mundësive. Në thirje, në ftesë, që njeriu të pajtohet me Allahun te barekutaala. Dhe këtu kemi disa dobitë në këtë ofertë hyjnore madhështore. E para është se Allahu xhalla xhelalu shiko, robi bën mëkat natën. E po thot Allahu i zgjat dorën ditën, që të pendohet mëkatari i natës. Don mirë e pi natën dhe ditën, kjo pjesë çka është? Kjo është pjesa e afatit. Allahu xhalla xhelalu ja për robit afat që të shlyhet mëkati. Ja për robit afat që të kthehet. Nuk e dënon Allahu te barekutaala. Nuk e dënon. Dhe kur robi vonohet, Allahu te barekutaala ja kujton se dera është e hapur. Mundësia ende ekziston. Kush e kujton këtë? Allahu xhalla me këtu udhëzime, me këtu mësime. Prap shikoni, domethënë, prap ai që po e çel derën, ai që po jap mundësinë është Allahu te barekutaala. Pra ndër këto hadithe që po i përmendim, wallahi nuk duhet me kalu në kokën e njerit apo në zemrën e tij si të rëndomta, si të zakonshme. Po këtu duhet me lexu këto hadithe madhështinë e Allahut xhallahu ala. Duhet këto hadithe me lexu kujdesin e Allahut për robën e tij. Kujdes i cili realisht e ndryshon gjendjen e zemrës, duke mbush me dashni për Zotin, duke mbush me madhnim për Allahun xhallahu ala, duke mbush me shpresë në Allahun te barekutaala, për faktin se janë hadithe madhore, ose janë me përmbajtje madhështore, dhe janë frymëzuese, janë shpresdhënëse. Andaj Allahu xhallahu ala e pret robën, e pret, jep afat. Dhe nga mirësitë më të mëdha është afati. Por që fatë keq është edhe afati, nga njëre keq përdoret nga robi. Keq përdoret nga robi. Qysh keq përdoret? Por njëre din që bën keq. E din që nuk ka rregull kjo që përbën. Ama çka thot? E ku mbon jetë, inshallah, kismet. Dikur këtë. Qysh dikur Allah? Ai po t'jep afati, po e keq përdor afatin. Ka unë nuk ndryshe. A ka unë nuk ndryshe. Parënojmë për shumë të ndëzën, parënojmë me pa qenë kështove. Si kështë në dunja? A ka qështë në dunja që ka në afat, dhe nëse nuk e respektuar të afati, merë fund mundësia me përfitu, a ka? Ka shumë. Për shambull, edhe në kuptimin e kohës, edhe në kuptimin e moshës, edhe në kuptimin e mundësive, gjithë ka afatën e vetë. Ka afat. Andaj, për shambull, tash njëri kur e kalan një moshë saktume, afati për me kry shkollë, ka marrë fund. Afati për mu avancu, për shumë se ka marrë fund. Ka qenë një afat, u kryja pun, ka ikë. Nështë të ka Allahu xhallahu ala,
për shembull me pa qenë kështu, çka kishë ndodhur? Kishë qenë shumë keq. Për shembull me konë që njëri ka bëu gjuna. Edhe me thonë hadithe, i ki për shembull 6 orë më u pendu. Nëse nuk pendohesh, mbyllet çaja punë, u krymo. Afati i pendimit ka marrë fund, tek Allah kemë dhënë llogari për këtë çështje dhe kimë pagu faturën e këtij mëkati. Çysh me kompuna? Shumë e vështirë. Që ka Allahu xhallahu çdo ditë e shtrin dorën e pajtimit, i thret njerëz për të pajtuar, i thret për të penduar, ata e shtyn, e prolongojnë, e keq përdorin afatin, prap mos sa viteve kthehen tek Allahu xhallahu, prap Allah i pranon. As është mirësi kjo? As nuk i duhesh, as kur fort përdimi s'ka për te, megjithatë Allahu xhallahu e zgjat dorën për të penduar. Deri kur lindin nga perëndimi. Pendimi e ka një afat. Afati, sikur se kemi thënë, është i ndarë në 2 periudha. Periudha e veçantë për njerin që vdeka dhe periudha që ka të bëjë me komplet njerëzimin e që është lindja e ditës nga perëndimi. Si një nga shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Dili lind ka lindja apo dhe lëviz. Afro dita e gjykimit, nga shenjat e mëdha është se Allahu xhallahu ala tregon se tash universi nuk funksionon më sikur se ka funksionuar. Janë shenjat e para që tregojnë shkatërimin e kosmosit, universit dhe fillimin e ditës së gjykimit. E nga këtu proces është dielli nuk lind nga lindja, po kthehet nga perëndimi. Nuk jep Allah leje me lind, s'ka me lind më. Tash ka marrë fund. E ku ndodh kjo, s'ka pendim pasaj, nuk ka. Prandaj Allahu do më na tregojë këtu për mes pejgamberit se gjitha këto mirësi që Allahu ka dhënë për të penduar, për të përmirësuar, e ka një afat kohor. Shfrytëzoni afatin, shfrytëzoni mundësinë, mos i prolongoni, mos i shtyni. Domthon afata se s'ke mundësi me shty. Përfitoni nga mirësia e Allahut te barekuhu teala. Sot bën punë mirë, mëse për nesër, nga se nesër më nuk di çka ndodh. E botë robe mu pendu fort pastaj, keqardhje e madhe, por e pa dobishme, e pa frishme, pa asnjë rezultat. Dhe këto hadithe janë inkurajuese, janë shumë domethënëse, shpresdhënëse, por në anë tjetër janë edhe janë pak edhe kërcënuese. Janë kërcënuese, se ka afate, ka mirësi, ajo zgjat dorën, ai thirr, ai të mundson, mirë po merrani afatin. Nëse këtë afat se respekton, atëherë përfundon mundësia e përfitimit nga mirësia e Allahut azza wa jalla. Dhe me këto hadithe në inkurajon pejgamberin që në vazhdimsi të pendohemi, që në kupton përmirësim të vazhdueshëm të çdo ditë ti më të mirë, të ecim përpara, duke u penduar nga mëkatet, lëshimet, eventuale gjithë ne kemi ato, të përmirësohemi në vlerësimin e begative dhe falënderimin dhe shëzimin e duhur begative dhe të pendohemi në shëzimin e mundësive që Allah na i ka dhënë me fitu sevapet të mëdha, ndoshta me do vepra jo të vështira, jo të rona, por në peshore shumë domethënëse dhe shumë të rëndësishme për neve. Kaq për këtë pjesë, Allahu xhallahu na bëft të penduar, kthyer tek ai vazhdimisht, na mëson që të përfitojmë nga mirësia e Allahut, nga bujaria e Allahut azza wa jall, dhe këto hadithe dhe këto që i përmendën të jenë me të vërtet një ushqim për zemrën që mbushin me dashni për Zotin, madhnim për Allahun xhallahu ala dhe shpresë të kthimit tek ai. Zoti ju shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.